Shpresojmë gjithë që paqja do vjen, do ketë një ndërmjetësim dhe një zgjedhje diplomatike përmes tavolinës, por gjërat më duket që kanë shkuar thellë në një momentum ku askush nuk e ka pritur ndoshta. Edhe vetë ata që kanë nisur këtë aksion besoj që kanë dalur pak të befasuar. Jo vetëm nga kundërpërgjigjja e Iranit, por mendoj që edhe thymjet brenda koalicionit euroatlantik shifen qartë. Mendoj që kemi prishje të balansave dhe historikisht mund të them dy kampeve të cilat në periudhën e luftës së ftohtë mes polit sovjetik dhe atij perëndimor, të dhëshën nga SBA-ja, kishëm çdo herë një kontinuitet dhe një unitet i cili ishte një përgjithë gjithë për një, por sot më duket se kjo postulat është prishur. Mendoj që Trump nuk po kërcënon, por po lutet që ndokush të ndërhyjë sepse ka mjet në mes të lumit. Dhe kjo më duket që është situata më e rëndë që edhe në fillim ju kujtohet dikun në fund të janarit ka qenë planifikuar goditja ndaj Iranit. Mirë po strategët përmes dhe shërbimet inteligjente në SBA kanë tërhequr vërejtjen. Mendoj që unë plotësisht mendoj që qëndron një ide e një politikologu amerikan që ndrrimi i shefit të komandës, të shtatmadhërisë së forcave të armatosura në Pentagon, nga Brown në Kennedy, në John Kennedy, ka qenë duket periudha kur është ditur që do ketë intervenim në Iran. Kjo ka ndodhur në jarë të vitit 2025, pas marrjes së mandatit, kuptohet, të Trumpit. Dhe mendoj që ka plotësisht drejt John Mearsheimer, një politolog i njohur amerikan, i cili parashet që kjo luftë do del me të gjithë fitues dhe të gjithë humbës. Mendoj që në gjeopolitikën e sotshme kemi aktorë të cilët dëshirojnë që në lindjet të mesme të participojnë me interesat e tyre dhe të rrisin apetitet e tyre për ndikim. Dhe mendoj që në këtë pikë strategjia Trumpit besoj që ka qenë ndikuar nga Benjamin Netanyahu dhe ka qenë një proces i cili ka shkaktuar, mund të them, kaos, jo vetëm në lindjet e mesme, por në aspektin global të recesionit dhe të problematikës së krizës që i përngjan kur evropianët ju ballavaçuan në vitin 1978 me një bllokadë që u bë dhe sanksionim nga Arabia Saudite dhe vendet e Xhirit për shkak të çështjes palestineze. Dhe kjo pas luftës së Jan Kipurit, do thotë, e cila ka rastis të jetë në Ramazan edhe atëherë. Dhe kjo e gjitha tregon që SBA-t dëshirojnë të dalin nga kjo sfidë e cila, thom drejtë, nuk është e lehtë. Nuk flas për arsenalin dhe potencialin amerikan që mund të jetë godic me përmasa të mëdha dhe mund të pëson vetë edhe Irani mund të bie në pozitë të një vendi që mund shkatërrohet rënd dhe është duke u shkatëruar. Por më duket iranianët kanë punuar në këtë drejtim me spaku që nga viti 1988, nga ndalja luftës 8 vjeçare 1980-1988 Irak-Iran. Dhe kjo mendoj që nga ajo kohë 36 vite, 38 vite, Irani është përgatitur, mund të them, për këtë ditë zezë.